Ministri i Punët e Jashtme Marku Gjurish vazhdoi vizitën e tij në Panama, ku po merr pjesë në sesionin e Këshillit Ministror të Asociacionit të Shteteve të Karibeve. Në një deklaratë për media ai tha se qëllimi i delegacionit serb në atë takim janë afirmimi i marrëdhënieve dypalshme me atë pjesë të botës, promovimi i Expo si dhe afirmimi i qëndrimit të Serbisë për çështjen e Kosovës. Ai theksoi se në numër i madh këtyre vendeve kanë mbështetur Serbinë deri me tani në shumë çështje me interes shtetëror dhe kombëtar. Duke folur në sesionin, ai theksoi se Serbia mbetet e përkushtuar fuqimisht ndaj parimeve dhe multilateralizmit dhe është i bindur se përgjigjet ndaj sfidave bashkëkohore globale mund të ndërtohen vetëm përmes dialogut. Familjarët dhe miqtë shënuan sot 28 vjetorin e rrëmbimit të punëtorëve të minjerës së Bellachevcit, i pari në një seri rrëmbimesh masive të serbëve në Kosovë. 1 minutë heshtje u mbajt për të gjithë viktimat gjatë viteve 1998 dhe 99 në Kosovë, siç u theksuar pavarësisht nga feja dhe kombësia. Zyra për Kosovë dhe Metohi kujtoi në një deklaratë se rrëmbimi i minatorëve, fati të cilëve nuk dihet deri më sot, duke theksuar se kjo ishte një fillim i dhunës masive kundër civilëve serbë dhe jo shqiptar që vazhdon në një formë të ndryshuar deri më sot. Në deklaratë theksohet se organet ndërkombëtare hetimore nuk bën përpjekjet e mjaftueshme për të hedhur dritë mbi këtë dhe shumë krimet e tjera në Kosovë, si dhe pse Prishtina nuk përpiqet të përballet me anën e errët të historisë, por vazhdon të ndërtojë ideologjinë e urrëties dhe mbi të ndërton një sistem politik në të cilën serbët dhe gjithçka serbe janë të padëshirueshme. Prokuroria Speciale e Kosovës së Shpejti do të ngrejë një akt akuz për sulm ndaj familjes së Adem Jasharit në vitin 1998, pa dhënë detaje, por me një tregues që po e trajtojnë çështjen si përparësi. Më 5 mars të vitit 1998, njësitë speciale të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me mbështetjen e njësisë speciale të policisë krijuan një rreth të ka përcyshëm rreth fshatit të Jasharëve në Prekazin e poshtme, si dhe një rreth me të gjithë rreth fshatrave për rreth. Jashari refuzoi të dorëzohej dhe në vend të kësaj ofroi rezistencë të armatosur dhe në shkëmbim e zjarrit që pasoi ai u vra, si dhe disa anëtar të familjes së tij. 2 pjesëtar të policisë së Serbisë u vranë gjithashtu në këtë aksion dhe kjo ngjarje konsiderohet edhe si fillimi i luftës në Kosovë. Kryetari i Komisionit për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme në Parlamentin e Serbisë, Milovan Drecun, tha sot lidhur me paditë gjithnjë më të shpeshta nga Prishtina kundër serbëve për krimet e dyshuara lufte, se lufta politike, presioni dhe terrorizmi të serbëve vazhdon dhe deklaroi se numri i padive po rritet derisa afrohet dita e vendimit të Hashim Thaqit me qëllim që zhvendosjen e fokusit të përgjegjësisë nga UÇK-ja te Serbia dhe populli serb. Drecun tha për radio televizionin e Serbisë se Prishtina padyshim ka padi dhe disa sekrete dhe thekson se nuk ka prova për këto padi të Prishtinës dhe kjo është një përpjekje për të marginalizuar krimet e kryera nga UÇK-ja. Historiani Aleksandar Vučić deklaroi se në një letër drejtuar autoriteteve në Prishtinë lidhur me përdorimin e simboleve dhe flamujve të komuniteteve në Kosovë, Bashkimi Evropian, vendet e Kuintës dhe Euleksi i treguan Kosovës se duhet të respektojnë legjislacionin e vet dhe kushtetutën. Ai shtoi se është veçanërisht të rëndësishëm që një mesazh i tillë të mrrijë në prag të Vidovdanit dhe se anëtarët e Bashkisë Evropiane ndoshta duan të parandalojnë incidente me një mesazh të tillë. Vučić vëren se Kosova ka dështuar se është kampione në shkeljen e ligjeve të veta. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi tha se procesi i shqyrtimit të ankesave nga institucionet kompetente është në pritje, pas të cilët do të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve
të jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës. Elezi tha për ekonomia online se shpallja rezultateve varet nga përfundimi i procedurave të ankimit dhe vendimet e marra nga institucionet kompetente. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme me 7 qershor, vetëvendosja fitoi 53 vende parlamentare, PDK-ja 22, LDK-ja 18 dhe Aleanca 7 mandate, kurse lista serbe fitoi bindshëm në zonat me shumicë serbe dhe fitoi 9 vende parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Moti nesër pjesërisht me vranësira dhe shumë i ngrohtë, gjatë ditës pritje një zhvillim më i fortë i vranësirave me reshje lokale dhe bubullima shiu, madje edhe me stuhi të breshër me erat e forta dhe reshje të dendura shiu. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 28 deri në 32 gradë Celsius.